48 incidente të ndryshme kriminale të raportuara, 21 persona të arrestuar si dhe 823 tiketa gjobice të shqiptuara në trafikun rrugor ka qenë bilanci i përgjithshëm i javës së kaluar bazuar në raportet e policisë rajonale në Gjilan. Këto shifra i ka prezantuar dhe konfirmuar Togeri Smetaçani, zëdhënës i policisë rajonale. Janë raportuar në fakt në gjithë rajonin tonë 48 incidente të ndryshme kriminale. Policia e Kosovës ka arritur që t'i arrestojë 21 persona, gjithsesi për këtë trafikut rajonal janë raportuar gjithsej 11 aksidente me lëndime, 25 aksidente me dëme materiale, si dhe janë shqiptuar gjithsej 823 tiketa gjobice. Përpos rasteve të evidentuara në kuadër të statistikave të përgjithshme, sipas Hashanit janë shënuar edhe disa tjera të cilësuara si më të ndjeshme, në mesin e të cilave ai ka veçuar 2 të tilla. Njëri në pikë kalimin kufitar dhe Ujbardh, ku është arrestuar një person ndaj të cilit ka ekzistuar një flet arresti i mëhershëm, si dhe tjetri në fshatin Shurdhan, ku është raportuar për shtënje me armë zjarri në një aheng të organizuar. Në rastet më të veçanta, më karakteristike, e kemi një arrestim bazë të urdhës gjykatës, rasti është raportuar dje nga policia kufitare dhe të Bardh, që kanë thirrur këtu në stacionin policor të Gjilanit, ku një person, pasi që është verifiku në bazën e të dhënave, ka rezultuar se ndaj tij është ushtruar një flet arrest të nga gjykata këtu në Gjilan. Personi në fjalë është marrë nga një site patrulluese të stacionit policor të Gjilanit, është dërguar, me urgjencë në gjykatë dhe në procedurë të shkurtër i ka kryer obligimet që ka pasur një pagesë me gjob. Një rast tjetër ka qenë shaktimi i rrezikut të përgjithshëm apo gjuajtje me armë zjarri. Rasti ka ndodhur në fshatin Shurdhan, komuna Gjilan, ku 2 ditë më parë një person dyshohet të kenë shtim me armë në një aheng që kanë qenë duke festuar diçka, dhe është lajmëruar policia e Kosovës, ka ndalë në vendin e ngjarjes, arma është konfiskuar, gjithsesi rasti kompletum dërgohet në gjykatë. Togeri Smetaçani në fund ka folur edhe për masat që janë ndërmarrë në trafikun rrugor, të cilat kanë filluar dje dhe do të vazhdojnë deri më 20 të këtij muaji, e që kanë të bëjnë me vozitësit e automjeteve të ndryshme me tabela të shteteve të huaja, të cilat të drejtohen nga vozitës lokal. Bëhet fjalë për vetura të cilat posedojnë tabela të shteteve të huaja, gjersa lëvizin në Kosovë apo drejtohen nga vozitës lokal. E vërteta është se është vërejtë kohë të fundit një numër i konsiderueshëm i personave që për arsye të ndryshme i lanë veturat këtu nga bota jashtme ose zhvillojnë aktivitete të ndryshme, gjersa këto vetura janë të regjistruara jashtë shtetit. Policia e Kosovës në të gjitha rastet që i takon vozitësit që lejet e tyre apo dokumentet e tyre nuk përputhen me dokumentet e makinës, në këto raste makina konfiskohet, gjersa shqiptohet një tiketë për 200 euro, një gjob. E vërtetë është se makina mund të tërhiqet vetëm në rastet konkrete kur vozitësi apo pronari i vërtet i veturës vjen dhe të rjek veturën. Po ashtu, gjatë këtyre ditëve do të kontrollohen të gjitha makinat, xhamat e të cilave janë ertësuar. Besohet se është një pengesë në drejtim të tyre dhe mund të shkaktojë rreziqe në trafik. Për këtë arsye, policia rrugore të gjitha veturave të cilat do të gjinden xhamat e ertësuar apo pjesë të tjera dekorative, sigurisht se ata do të gjobiten konform ligjit dhe do të tërhiqen nga trafiku. Hashani në fund të kësaj konference ka sqaruar se gjatë këtyre ditëve do të ndërmerren masa edhe ndaj vozitësve të makinave, xhamat e të cilave janë erësuar, pasi është konstatuar se kjo dukuri është një pengesë dhe mund të shkaktojë rreziqe në trafik. Në lidhje me këtë çështje, Hashani është shprehur i vendosur se të gjitha veturat apo vozitësit e tyre do të sanksionohen konform me ligjin, përposa automjeteve në librezat e të cilave është specifikuar se mund të voziten me xhamat e erësuara.